Ky hetim ka nisur nga antimafia italiane, që në vitin 2016 iniciuar nga DEA amerikane për grupet kriminale të cilët trafikonin lëndë narkotike nga Amerika Latine të llojit kokainë dhe heroin nga Turqia dhe më pas shpërndahen në territorin italian. Dhe më pas në vitin 2020 antimafia italiane ka zbuluar 3 grupe kriminale, 2 funksiononin në rajonin e Puljas dhe një grup shqiptar i cili ishte me bazë në qytetin e Durrësit. Dhe më pas në bazë të këtij hetimi ka nisur kontaktet e para të antimafisë italiane me prokurinë e posaçme dhe në datën 21 shkurt të këtij viti antimafia italiane ka përfunduar plotësisht të gjitha hetimet dhe ka firmosur urdhër arrestet për personat të përfshirë në të grup kriminal, të cilët janë 3 grupe kriminale, dhe nga këto persona 40 persona janë shqiptar dhe një grup kriminal funksiononte në Durrës. Një sekundë që me ta shohim step by step. Jo, ne kolegi jemi unë. Po? Absolutisht, po unë kam tjetër informacion. Dosja Italis ka përfunduar vit në mars ose në prill të vitit 2024. Ja kam dokumente, ta të tregojmë live. Në mars të prill të 2024 janë çuar në gjykatën italiane kërkesat për vlerësimin e masave të arrestit. Një sekond. Dhe duke qenë se ata e kanë vlerësuar për t'i kryer sepse italianët gjej përdorin marrin më shumë kohë, Anita duhet ta di. Marrin më shumë kohë për vlerësimin e masave të sigurisë. Marrin 1 deri në 2 vite. Në rastin konkret, në 2024 Shteti italian ka dërguar në gjykatën italiane kërkesën për vlerësimin e masave të Është sigurisë. dokumenti i dosjes. E kuadrojë pak të lutem bëre kamera aty. Ajo që është e kuqe aty. E kuadrojë çik më afër, po. Ka dëgjuar po. Ne e kalon pak lutem. Kalon çik Julies. Çfarë thot antimafia? Fjalë për fjalë. Që në datën 21 shkurt të këtij viti, prokurori i antimafias që ka hetuar këtë çështje ka firmosur të gjithë hetimin dhe ka përfunduar hetimet. Prokurori apo gjykata? Prokurori ka mbyllur hetimet. Dhe i ka dorëzuar kërkesën gjykatës për miratimin e masave të sigurisë, ndër